Ka shumë dua që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë para gjumit, do ato dua mund të gjeni në librin Mbura e muslimanit apo libra tjerë që flasin për duat, për lutjet, ku janë përmendur transmetimet e sakta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se çfarë ka thënë pejgamberi asën para gjumit. Dhe mirë kështu më mësuat në vëzën. Tash me elhamdulillah edhe në telefona janë shumica për tyne, ka mësë njëri para gjumit, i lexon edhe flan, nëse nuk i din përmendesh. Bile një kohë caktuar nëse i lexon disa herë, ato shkon duke i mësuar përmendesh. Me kuptu se çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çish ka flet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prej lutjeve kryesore para gjumit është leximi i Ajetul Kursis. Qase Muhamedi sallallahu ka thënë, kush e lexon këtë ajet para gjumit, Allahu ja dërgon një mbrojtës për me lajkeve që ja ruan deri në mëngjes. Për lutjeve para gjumit është edhe leximi i surës Ikhlas, Kul huwallahu ahad, Falaq dhe Nas, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ulur, i ka ngrit durt, ka fry 3 herë në durt e tij, pastaj ka lexuar surën Ikhlas, Falaq dhe Nas, edhe ka fërkuar trupin e tij 3 herë që të jetë mbrojtje për të gjatë gjumit të tij. Gjithashtu të shpërmendet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lexuar gjithashtu dhe surën fundin e surës Al-Baqara, Amana ar-Rasulu edhe La yukallifu Allahu, dy ajete fundit, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush i lexon 2 ajetet e surës Baqara natën, kafatahu, i mjaftojnë atij për gjithçka. Në çka dush, ndaj për sevap, ndaj për mbrojtje, ndaj për ngritje, ndaj për përfundim të mirë, çka do që dëmi përdor 2 ajetet, mjaftojnë me lejen e Allahut të mënduar.